Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me formatin me emisionin pa emër për diskutuar në fakt mbi një nga zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Në fakt ditën e sotme Sali Berisha ka përsëritur kërcënime ndaj Edi Ramës. Kërcënime të cilat në fakt vijnë pas një përplasje që zoti Berisha pati me Edi Ramën në parlament. Në fakt në atë momente u pa fuqia e Sali Berishës për të përgjigjur deklaratave të drejt për drejta të Edi Ramës që lidheshin me faktin që vetë zoti Berisha është non grata dhe që fabula që u krijua që Rama do të merri si Maduro nga amerikanët ra. Por së mos mjaftonte vetëm kjo gjë. Vetë zoti Berisha ditën e sotme ka përsëritur kërcënimin për Edi Ramën. Në qoftë se është trim, thot, le të ri në zyrë po ja mbajti. Me sa duket vetë Sali Berisha ka një strategji që do të tentoj të trëmbi edhe të kërcënoj apo të shantazhoj vetë Edi Ramën. A është kjo një narrativ, a është kjo një spin mediatik apo politik, këtë e thot Anëri që është bërë si vetë. Këto janë shpatat thika që dëlqojnë nesër ndaj kryeministisë dhe Rama bëj kujdes se për zotin po të uvun këta e ketë sigurume deri 99 vjeç nuk dgjegjo. Te i qinda, po kape shekullin aty, shirë që bëhet. Sa të kesh ta përballë, mos e qaj trapin. Këta janë për zotin dhe për të qeshur dhe për të qartë. Ta them seriozisht se unë jam dakord me kryeministët që mund të ketë imit këqija. Jam dakord me kryeministët që mund të ketë një staf ndoshta nga më të këqit që ka pa në historia, që të mbajnë retorikën 1, 2, 3, 4, 5. Por, nëse për mendimin tim, dhe e flas pakën si e kam ndjekur politikën këto vite dhe vazhdoj ta ndjek, nëse ka një sekëldisje që ndjejnë qytetarët, dhe unë e them nisu nga ndjesitë e mia personale, por edhe tjerët që dëgjoj shpesh, nëse ka qytetarë që se këldisen, u vjen për të vjell, kryesisht u vjen për të vjell se shohin ca figura, se si herë pas here mundohen ti talli, ti në përkëmbin, ti quajnë si, ti marrin for granted, si i thënë, ti marrin të mirëqen. Të mirëqen. Jo se janë anglisht folës shumë i madh, po ca fjalë. Po mirëqen se s'ka në një lidhje. E të marrin të mirëqen që shqiptarët janë ignorant dhe budalli, jo se s'ka budalli, ka budalli, po, ka, pa tjetër. Por problemi i këtyre është pakic budallallëku në Shqipëri. Pra nuk janë pjesa dërmuese. Dhe tek budallallëku që është pakic janë këta që janë afër këtyre, rrethi këtyre, familjarët e këtyre, dhe njerëz sa mbështetës stoik që rrin nga i palë tjetër që ti her pas e ri gënjen me ca fabula ku i bën mbështetësit e tu të shohin ëndra me sy hapur dhe nuk e kam te pjesa e Ramadurës, e kam përgjithësi gjithë këto vite. Pra retorika këtyre është një retorikë e çmendur që edhe ata vetë nuk e besojnë, po nga që e thonë her pas here dhe thonë mos e bën vaki del kjo. Por kur nuk del, bien aq shëmtuar sa njerëzit u vjen për të vjell kur dëgjojnë këta në televizor pjesërisht, apo kur kërcënojnë, ose kur thonë që do vinë ta marrin me helikopter, ose kur thonë se do t'i vinë ta marrin ku dëgjojnë me zinxhira, jo po të arrestojnë, jo po kjo, jo po ajo. Dhe në fund fare janë po këta që e ngrejnë stekën aq lart, sa kur ndodhe kundërta janë po këta që thonë që kjo që themi nesh e vërtet prit se do ndodhi nesh muhabet ditësh. Janë këta që jo shohin, po kanë një lloj mbledhje her pas here që ndoshta nisur nga mbledhje dhe nga dashakeqësia nuk mendojnë në mënyrë të kthjellët. Prandaj unë do doja minimalisht të shija të paktën disa politikanë me logjik të shëndosh që përdorin fabula ose që të paktën të jenë afër të vërtetës, jo kështu si prallat e ai shestarës që dilte aty përpara dhe fliste për fëmijë. Sepse do e bënte opozitën më të shëndosh, më solide dhe njerëzit do i besonin më shumë. Po unë nuk mund të besoj një palë e cila që është e vetmja palë dhe kur flas për opozitën, flas për përgjithësinë sepse
Ajo është S'ka më tjetër, shërancë. po nuk ka tjetër, nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër. Sot nëse, për shembull, nëse do besojmë që sot në Shqipëri po bëhet politik, pra dhe aleatët e Shqipërisë po kërkojnë largimin e Ramës dhe vendosjen e një qeverie tjetër tranzitore, pra teknike, derisa të bëhen zgjedhjet e reja pa Ramës apo ku dëgjon, pa krimin e organizuar, pa vjedhjet e votave, pa ndikimin e administratës, e më the thash, duhet kishim sinjale, minimalisht besoj unë, që janë po këto aleat që do kishin krijuar minimalisht një personazh që do sfidonte pushtetin e Ramës. Sepse në asnjë ekuacion nuk rezulton që aleatët kenë ngritur si personazh apo si karakter zotin Berisha, ku asnjëri prej aleatëve momentalisht nuk e ka në listë, sidomos ato amerikanë dhe britanikë, të cilët e kanë shpallur në ngrata. Shko, Andrej, unë e kam parë në disa aspekte këte që po ndodhë sot në Shqipëri. Në fakt, pamja e parë pse unë kam mëshuar fort faktit që këtu nuk do të ketë qeveri teknike apo nuk do të ketë një rotacion për momentin, e kam lidhur drejt për drejt me faktin që në kryet Partisë Demokratike, ajo parti që lindi si ur komunikimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot zoti Berisha është i shpallur në ngrata. Po marë dhe këtu po citoj edhe fjalët e ish deputetit Saliani që thot për numrin 2 të Partisë Demokratike që nuk odhëton dot për te kufive. Tani, një parti e cila ka këtë lloj problemi, që ka problemin me ndërkombëtarët që është problem politik, legitimiteti dhe është i problem thelbësor. Po marë në këtë rast problemet që ata kanë me drejtësinë dhe gjuhën e ashpër, në qoftë se marë Rama përdor herë metafora dhe herë fshihet mbas gjuhës për të sulmuar drejtësinë, këta kanë qenë gjatë gjithë kohës haptazi, sepse ne sot metën e kemi pas sekurave, por edhe meta kur ishte jashtë në liri, kishte po të njëjtën gjuhë të ashpër, sepse këta kanë qenë në koalicion dhe kanë qenë bashkë. Këto janë 2 prej ekuacioneve. E treta, nga vitet 90 deri më sot, për arsye të strukturave sociale, ekonomike dhe për arsye të strukturimit dhe polarizimit që ka shoqëria shqiptare, ndryshimet kanë ardhur nga jashtë. Pra si kanë ardhur nga jashtë? Janë krijuar mekanizma për të kuptuar që era po fryn në këtë drejtim. Ose era po fryn në këtë drejtim. Sot që flasim nuk ka asnjë mekanizëm që të na tregoj se ku po fryn era dhe kush do të jetë pasues i Edi Ramës në qeverisje. Pika e 4, që është akoma më thelbësore. Ti sot po jeton në një absurditet politik. Ke disa fronte opozitare. Ke Adriatik Lapaj proteston për hobet e veta, Agron Sheaj proteston për hobet e veta, Sali Berisha proteston për hobet e veta dhe Arlind Qori proteston për hobet e veta. Edi Rama në anën tjetër është me 83 mandate. Pavarësisht se Edi Rama është me probleme të thellësuara, korrupsioni, legitimiteti moral, edhe fakti që s'pak i ka hyrë në zemër të kryeministrisë, përsëri këto forca opozitare janë të pamjaftueshme për të mobilizuar dhe për të sjell protestues në shesh. Çështja qëndron që për te protestuesve, cilat janë parimet që do duhet dhe cila është të ruhen, po. Mirë të ruhen. Që nga skenografia. Skenografinë e kaluar kishin Ramën, veç si Maduro me ato kufjet syzet, gjitha tjerët me atë uniformën e burgut, tani që nga skenografia duhet të ndryshojmë në uniformën. Logjikisht, themon. Se u ka rënë skenografia, kupton, edhe simbolika. Ideja është, paktën me atë që ka ndodhur ditë e fundit,
Problemi është, tani këtu nuk flitet më, nuk bëhet fjalë tu për ca demokrat që këta i kanë vota, apo i kanë mbështetës, apo i shkojnë nga mbrapa, si kur t'i vet e gjithë bota kundër. Nuk bëhet fjalë për të. Bëhet fjalë për një parti që duhet prodhoj rotacion politik. Një parti që duhet ngrej moralisht, jo vetëm këta i ngren vetëm nga portofoli, utrashtet portofoli, sa asgjë tjetër s'kan, po punojnë rehat këta, biznesmenët e tyre dalin në përdosjet e SPAK-ut, ish bashkëpunëtorët e tyre dalin dosjet e SPAK-ut, bizneset i kanë bashk, parat i bëjnë bashk, halli rrogën e kanë bashk, në sensin që janë po këta që janë aty që marrin rrogat më të majme si deputet apo kryetar komisione, se kanë ekstra këto tjera, plus me ofiqet që i jep pushteti, kështu që janë këta në rregull. Këta po tentojnë, po zjasin agonin e atyre që i ndjekin dhe atë e përdorin me dashakesi, me maskarallëk, sepse këta biznesi u lëlzon, punët i kanë në terezi, profesionalisht janë mirë, thjesht duan të tregojnë demokratëve, thonë pastaj se neve deri këtë pikë kemi se jemi 12 vjet pushtet, ç'a mund të bëjmë ne? Në fakt tyre pushteti i pa më mirë se sa kur ishin në kur ishin në opozita, i pa më mirë se sa ishin pushtet. Thelbi qëndron që nëse ti thua demokratëve jemi për revolucion, pra përdor terma ekstreme. Unë do të marrë vetëm një pjesë tani. Do të analizoj faktin e PR-it apo faktin se si këta ngritën fabulën e tyre dhe vetë, unë nuk e di do me thënë, dhe vetë Rama, ja u tha, unë ju jap një gjysmë buke në fillim, tha, dhe ju vërtet me ndoni, tha, dhe unë ju shqej me atë, kam vite që e bën dhe është vërtet që përdor të mekanizëm, ju jep një gjysmë dhe vërtet ose gjysmë ashtrim atyre, i le njerë që ata të gabojnë dhe pastaj del si triumfator. E para është që në qoftë se ti krijon një narrativ që Rama nuk do udhëtoj, apo Rama nuk udhëton drejt oqeanit, ti duhet ta kesh me disa fakte. Por dhe po në qoftë se nuk e ke me disa fakte. Ti nuk mund t'i gënjesh demokratët me shpresën, sepse narrativa që kanë krijuar këta është që non gradën e bëri zoti Soros me Biden dhe me Ramën. Në anën tjetër, ka ardhur administrata Trump, nuk ka ndryshuar asgjë. Këta mund t'japin këtë narrativ, që pavarësisht se çfarë ndodh me takimet që mund të kenë familjar apo të, puna e SPAK-ut është një gjë tjetër. Por këta nuk ju intereson ta thonë këtë gjë, sepse nëse këta legjitimojnë SPAK-un, atëherë këta pastaj i bie të delegitimojnë veten e tyre. Sepse këta kanë gati 4 vite, po të them, mund që nga mëngjesi deri në darkë sulmojnë institucionin e drejtësisë. Herë me pa të drejtë, herë me të drejtë, por e kanë target group të përcaktuar. Në këtë kontekst, nëse ti tenton të gënjesh dhe kërkon të mobilizosh mbështetësit e tu me mashtrim, ne e dim shumë i që lajmi keq e bën xhiron. Po kur të vjen e vërteta, të bie shok. Po të shikosh, ky shok që u ka rënë tani në këto momente këtyre, është i shok që këta nuk po dinë më se çfarë po thonë. Pra, këta duan të krijojnë narrativa që jo erdhi dhe më e çmendura e kësaj pune është që këta thonë që Rama po përdor vajzën e Donald Trump. Tani, duke përdor të narrativ, këta japin Ramës fuqi super hynore, po të them unë, që këta Rama pas ka mundësi të manipulon ka dhe të përdori vajzën e njeriut më të fuqishëm sot për sot. Dhe njeriu më i fuqishëm nuk e di në fakt se çfarë bën vajza e tij, dhe Rama këta i ka kapur shamat dhe këta do akmerren ndaj Ramës. Po të krijosh këto narrativa, këta mund të qëndrojnë shumë mirë tek narrativa e korrupsionit, mund të qëndrojnë shumë mirë tek Ergys Agasi, mund të qëndrojnë shumë mirë tek Belinda Balluku, mund të qëndrojnë shumë mirë tek një ser dozësh, mund të qëndrojnë shumë mirë tek fakti që nuk është kapur 1 kilogram kokainë në portin e Durrësit dhe në çdo port të Shqipëri. Këta mund të qëndrojnë shumë mirë tek grupet kriminale, mund të qëndrojnë në disa momente që SPAK ju ka zgjatur dorën, por këta nuk duan të qëndrojnë në këto. Se në optikën time, Su intereson. Jo vetëm që nuk i intereson, por këtu bashkohem me ty që
edhe biznesmenët që i fitojnë këto tendera, ta gati sikur janë me clearing të ta. Dhe këtu është bërë një clearing i madh që pësojmë unë ti edhe shoqëria shqiptare. Ky është thelbi. Në atë që unë shikoj se nuk ka mundësi, domethënë, pash për herë të parë pa fuqinë e Sali Berishës në parlament kur përballej me Edi Ramën. Më tha kur ishte në opinion tha që Jo, them përballë ti kur i tha që je non grata, nuk ju ndje fare në aty. opinion i tha që Rama është kriminal, është vrasës. Pse unë ai dëgjova Ergysa Gasin pam i tha. Më kujtoja Duda loja Jo, pam. ishte kjo Ergysa Gasi pam mund të ketë thënë me bisedat e vet apo me që Rama njihet me Agasin dhe kanë ejtë me të, ky ka vranë emër, tani nuk mund ta bësh lidhjen se do ti, a kupton? Ti kur e thua diçka të tillë, të bësh një lidhje tamam që filani ka pas një të vrarë, që është filani, ka pas një viktim për këtë ngjarje. Këtë ngjarje do ta lidhësh me kjo ngjarje është bërë nga është zbardhur dhe është ekzekutori është filani. Filani është miku i Filanit, Ergysit e zëm. Ergysi ka pas biseda në telefonin e tij apo regjistrime video me Filanin ose me shokun e Filanit që urdhëronte Filanin për të bërë vrasjen për llogaritë të Ramës. Kështu flitet kurse këtu te ne unë se bisedova dhe ditë me Marsidin në fakt pak e ceka këtu te ne është batërdi. Ta them sinqerisht është batërdi keq informimi. Pra dizinformimi këtu është në nivele ka qenë gjithmonë. E mban mend parlament, dilte Luli, thoshte Ramës ti ke bërë këtë, ti ke vjedh këtë, ti ke bërë atë. Dilte Rama i thoshte po ti mora i dut. Dilte Balla i thoshte se Berisha që ti Luli mbron e zem, Meta nga krau tjetër, me të vetat apo Monika kushdo që pra, ne kemi qenë dikur një parlament vetëm me akuza dhe asnjë veprim. Me akuza kemi qenë gjithkohës. Akuza që ngelin në parlament, s'ka pas. Mi fjalë, të gjithë ishin horra, të gjithë ishin kështu tutor, kriminela, hajduta, dhunus, vrasës, ku dëgjoni batërdi, pervers, nuk e di nga çap, a kishte a ngelin njëri në atë parlament pa u sha nga nëna nga familja? Dhe pa u bërë kriminal hajdut ose tutor prostitutash dhe vrasës. Dhe drejtësia në atë kohë mbamën nuk veproje për asnjë rast. Ishin ca deklarata politike. Po ja, s'mund tjetë ashtu. S'mund tjetë, jam dakord. Vetëm Shqipëri po vaki, ke pati një parlament në Europë që ti thotë ai ti ke vrarë, ti thotë aty ti ke vrarë. Jo s'është rënd më po. Shërënd shumë. Ja thash pra, nuk është çështje e rëndesës sepse një që s'ka vrarë. Ky tjetri që ta thotë atë që thuhet, thjesht ti fyesh. Me fjalë fyesh orë idiot. Por problemi është atje funksionojnë ligjet. Unë mendoj. Ndosha më fal, se do ta lidh me diçka që prandaj jo se kam as e harroj. Atje funksionojnë ligjet dhe nëse ti fyen, ofendon dikë ose thash më dhe raste tuneli që për pik që çan që thanë e futën panik. Është se si thush për një bank sot, për shembull dalim ne të dy tani në emision themi, ore filan bank do falimentoj. Tani njerëzit kanë fut depozita, kanë punojnë e bën, fillojnë të rreqin lekët. Ti ke shkaktu panik se ke mendon ti se do ashtu dhe duhet dënohesh penalisht fillimisht, pa leti pagush dëmin ekonomik financiar që i ka shkaktu imazhit bankës. Do ndodhi kjo në një vend ku do botës, të ajo që aspirojmë, se nuk po flas. Po, të ajo që aspirojmë. Malumbat apo kukuxhambot, po flas te kjo që aspirojnë, ti nuk bëhesh kur njët më, nuk puqesh as në televizion, as në parlament, as në punë administrat, e para herë do të pagush borxhet ose detyrimet që i ke bankës, se s'mund të pagush ti shifra 1 milion euro, 2 milion euro apo 200 milion euro, për shembull, siç është rasti e kanë pas gjyqje Mërdoku me shok që shkoshin vlera, pra tani s'mund pagush ti miliona euro dëmin e bankës, që i ke shkaktuar bankës, ti i bit punosh gjithë jetën për bankën. Prandaj njerëzit janë kujdesshëm, derisa kanë fakte, po dhe kur marrin fakte i verifikojnë ato. Nuk kam raport bisedash. Për shembull, bie ishte gjyqi me se në këtë sens dhe i sheja i me Lapaj. Kisha më rastisi në studio kur isha te Sidorela te Top Channel, Shqipëria Live, më rastisi Agron Sheja, e foli pak për punën e Trumpit, po ai që bëri përshtypje se e ngacmoi Sidorela, gazetarja pra emisionit, i tha
I tha, që si do vazhdosh me gjyqin, s'jam të u marrë më, tha. Sepse ishi gjyq për shpifje dhe për fyrje, edhe tha, s'jam të u marrë më, tha, tani do mbrim t'i kërkoj gjykatës apelit që të m'japi vendim për shumë në apel, pse më dënoj për shpifje, po më dënoj për fyrje, e më thënë, thash, Auloni, ishte dhe Aulon Kalajf, të tha, unë të ta kisha vazhdu betejën që gja, nese, Agroni ishte zgjidhja e Agronit e ndoshta mirë ka bën. Unë për shembull ka qenë mi mendimi që kjo gjëja midis tyre dyve mos kishte nisur fare. Pavarësisht se këta e përdoren për të faktorizuar njëri tjetrin në një farë mënyrë. Po ky sherri i këtyre të dyve, ky është si ta kishte bërë Rama me porosi. Pra, nëse unë mendoj që ka një opozit më të fortë se sa ajo PD-ja në publik, nuk flas numër mandatesha për kraje, po e kam të fortë në simbolik, një ide dhe në projekt, paktën, që kanë të bëjmë pjesë me opozita, kur them opozita që anoni që nga PD, jo si Arlind Qori, se opozita është dhe Arlind Qori tani, nuk? Po, dhe Arlindi opozit është. Po pra, po flas to që kanë një qasje ndaj PD, po dëgjosh për shembull edhe Kaprin dhe Shenjë, kanë njëtën logjik, njëtën retorik si Partia Demokratike, dhe i thash Agronit, ti kot pse ke nga PD-ja më? I thash, me fjalë, ka i ka Agroni nga PD, i thash, po s'ka dal kur PD nga Agroni, sepse përdor njëtën retorik, njëtën fjalin, ti i thash, pse bëre parti kot? Ti mund të kishe ndetur aty, se ndoshta të kishe ecur më mirë, aty kishe kërkuar një post tjetër. Kryetari apo drejtë apo shejtani. Problemi është se kur përdor një retorik dhe një parti tjetër që aspiron të mos jesh si asnjëra apo tjetra pal, edhe njerëzit nuk të qasin më. Po nuk mund dalësh ti të flasësh njësoj si PD-ja, të bësh të njëjtën sjellje, këto kanë ngritojnë si kallupa, por sikur ja fut fabrikë dhe dalin gjithë një. O Anri, çështja unë mendoj që politika në fakt të bën rruga në sensin e formimit. Sepse se cili prej këtyre aktorëve nuk kanë qenë të qartë, unë ta kam thënë edhe vetëm për t'u rikthyer, edhe vetë zoti Shej, për shembull, në radhë parë, më përpara thoshte problemi i Shqipërisë është ekonomia. Sot thot është drejtësia. Pra, nëse deri para një viti e gjysmë e pyesje zotin Shej, kush është problemi i Shqipërisë, a është drejtësia apo ekonomia? Dhe vetë zoti Sheja i thoshte që problemi i Shqipërisë është ekonomia, se po të ketë ekonomi bëhet drejtësia. Ja, unë mendoj se drejtësia. Po ta pyesë sot, ai ka ndryshuar, po drejtësia është, dhe unë këtu mendoj, sot ai ka ndryshuar qëndrim dhe... Jo sot se nuk e them për një mendim mazi, po sot e gjithmonë ka menduar se edhe kur më thoshin të tjerë, jo është politika, jo, nuk është politika. Është drejtësia. Drejtësia ti bën gjitha, më dhe politikanët rinë pinc, edhe qytetarit rinë pinc, nëse funksionojnë gjërat, po një qytetar që respekton nga drejtësia, se unë nuk mund të pretendoj drejtësi kur shoh që mua më vjen burg, ja tani kishim bërë atë ndryshimin e kodit penal për punën e parkimit dysh dhe bën me burg. A kupto, parkove dysh ti tani, se këtu s'ka as rrugë. Më falë. So e kesh keq ti këtë punë. Jo, mua nuk kam çam bëj, se unë nuk përdor makinë, o zemra vllajt. Po janë me disa mira qytetarë që marrin punë se tu s'ka rrugë. Jo, punë me janë mira qytetarë që marrin fëmijët i lënë në mëngjes i marrin pas dite. E di. Çfarë i bëjnë këta? Është çfarë i bëjnë këta mostrat më burr? E kuptoj çfarë shteti. Besoj që këto besoj që këto i bëjnë edhe më shumë se kanë futur akoma në është si draft. Jo më duket se bën ndryshime, se po flisin sot. Ishte për ta flasin. Jo për kodin e ri, më bet tjetër ajo ndryshimi i të gjithës më. Këtë dëshën me botani, me kalu, nuk e di se si, me propozu, me kalu në parlament, ta kupton. Vetëm një. Pra parkimi dysh se për ta o halë. Po mi më fal një sekund. Këta të kuvëndi, nuk parkojnë ta dysh gjithë. 3-4. Mba mend që u bë probleme sa i mirë ta jeni në Terezjeshin me policat. Po pse shkojnë në burg këta të parët? Si thaj, mes të barabartëve ka edhe njerëz. Nemi, i tha, të gjithë kafshët janë të barabartë, tha, po ka ca kafshë janë më të barabartë se të tjerat. Pra, që ta duhet filloj, burgu duhet filloj nga kuvendi i Shqipërisë të marrin ta. Po e kupton ti që ka me mira familje, unë nuk po them që ajo gjë është shumë e mirë, sepse ka mjetës si zjarr fikse, ambulanca apo raste që janë urgjente, për shembull, edhe familjarë që do me dalë nga shtëpia i shkreti se ka prindrin smur apo fëmijën smur, është vetë smur, do të shkojë në spital, po i lind gruaja. Edhe ka një rresht karvan, sepse këtu është një mishmash i çorapi mas, sepse tu nuk funksionon asgjë, nuk ka drejtësi. Pra,
ti ke njerëz që vjen kone, njoni vjen vazon e lulës, tjetër bidonin e ujë 10 kilç, që ru vjen e parkimit, pra këtu është një ku dëgjon, qytetarët janë allasoj, politika është allasoj, dhe pastaj arrim në sisteme që po e bon në ti këtë do të fushë në burg, këtu nuk ka një kulturë të përgjithshme. Asnjë nga këta trimat e Xhabeqës, nga me i pari, nga me deri te me i fundit, dhe ai me i fortin që këta thënë nuk i përmendim, kanë frikë i përmendin emrin, nuk guxon t'i në Gjermani ta bëj këtë, se s'do ta di fare ai kush je ti. Zero fare, nuk do t'ja di ai, të vjen pra gjopat e shtëpia. Unë mendoj se të tilla ngjarje, si puna kësaj gjoba për shemb. Po këto nuk duan. Unë nuk e di, gjopë. Vetëm Shqipëri bën vaki normal që masa do t'jenë ekstreme me burg. Dhe kur vjen puna dhe kishin drejt aty, unë nuk jam, unë i mendoj që masa t'jenë të forta, po kur nuk kam thënë tani parko dyshti burg. Jo më bëja gjopën 300.000 lekë atit. Nuk kanë, njerëzit do fillojnë do ndërgjegjësojnë, sot do pritë vëlla, si puna rripit. A ka që rripi, a e bëri Sajmiri në atë kohë ishte policë, kërkoj rripi domosdoshmëri. Ishin kompanite sigurimeve kërkojnë të veta që ikin paguajnë haraqin të këta që të forcojnë ligjet. Të forcojnë ligjet në parlament kurriz të popullit, se funksionojnë edhe këto haraqet. Problemi është se këta plera, se kemi një tufë me plera që janë në një kazan të madh që quhet parlament. Edhe ku vend, ku do t'jenë këta. Kjo tufa plerave, kas njerëz ka menduar për qytetarët, se si ka mundësi, se si t'ja lehtësoj jetën një qytetari, si mos e shtrëngoj gjop, dhe faji është po i qytetarëve, që rrinë marrin, me fjalë, merren me këta plerat e tjera që i shkojnë protest apo jo, dhe nuk merren me të tilla çështje. Pra thelbësore sot, nëse unë do dal në protest, duhet dal për parkimin dysh vlla, që më ka bën këta. Ta them sinqerisht, por mu do ishte kaos. Që ti parkimin dysh ma vën me burg mu dhe duhet të bëj unë dëgjes, për shembull, ose aty para kryeministrisë Adriatik Lapaj, mo vetë. Po as këta nuk kanë, këta kapen, do marri Ramadurën, do erdhi ky, ore nuk e rru njeri për, më fal për shprehje, nuk do t'ja di njeri më qa mendo ti se do vinë ta për ca debile aty që të ndjekin ty. Nuk do t'ja di më, jo, nuk e kam të tikut. Po për ca debil të këtyre tjerëve që thojnë narrativën që do i marrin me helikopter Rama se kjo. Jo më jo, njerëzit kanë hallet e tyre, o pall. Merru me hallet e vërteta të shqiptare. Si thua ti burg, po ti si ke një autobus, tani do bëjnë kursinë autobuseve, do mbyllin, do jetë. Është problem shumë kjo. Do bëhet teke, se kishim teke deri tani, parkojnë gjithë. Është bërë rruga, unë kaloj të shtëpia ime aty te Mysymshyri, te ishte ekspozita, është bërë komplet e gjitha rruga, është në 2 kursi është e gjitha një kalimshme. Në blok janë 2 kursi që kanë këto lokale ta të fortët dhe nuk kalon dot, e kanë bllokuar rrugicën kompletore. Një urgjencë ambulans nuk kalon dot aty, e kanë bllokuar rrugicën. Kanë vënë makina njëri pas tjetër. Pse si shko policia këtyre me karotres t'ja marrin makinave të fortë? Ishte si ky aksioni për të hequr to tendat që vetëm blok nuk ndolyn. Po në blok nuk është tjetër mohabeti tendave në blok. Ta them sinqerisht, sepse pjesa më e madhe që u morën me fjalë, ca i kishin me leje, ca pa leje, ishte kam parë disa modele në fakt që disave ja u kanë hequr, disave ja u kanë lënë. Mbi këtë pretekst. Te rruga te përballë librit universitar në ana tjetër, pra. Ajo rrugës. Mund të kenë bërë një modifikim vogël sepse ato kanë qenë shtëpi ekzistuese, vila ekzistuese dhe janë pronë dhe kanë me certifikat pronësie edhe atë. Ato mund të kenë abuzuar në metra, për shembull, e ka pas pedanën këtu, ka abuzuar dhe 5 metra ai dhe i thot, "Mi ishto 5 metra, mbaj aty kur certifikatën, është prona ajo." Se prandaj bëhen dhe ndërtime, se janë pronë e këtyre. Është tjetër gjë pastaj. Kurse të lagjet ka qenë komplet tjetër. Pra ato kanë pas, siç kemi në këtë studion këtu tani, këtu bëjmë banakun edhe ku dëgjon frigorifera, edhe dalim ja 60 metra lokal jashtë te hapësira publike. Dhe i thot ti ku e ke pronën? Ke këtu. Atë do ta prish se s'është prona jote. Ka qenë është më çik më komplekse është ajo. Por nuk ishte ai thelbi. Është në thelb është që kur shikon që parkimi. Jo, dhe ti unë shikoj, por shumë dhe unë kaloj në blok. Tani unë do parkoj dysh. Se do le fëmijën në qerdhe apo në kopësht apo në shkollë. Edhe do iki ta marr. Tani të kaloj të pojë rrugisa që shoh një pirk me makina që rri e bllokuar dhe ti s'ta ndjen fare që dhe s'ke guximin të marrësh në njëri me karrotrec nga ata, sepse kriminali ka më drejt se unë,
Po edhe unë do shkel ligjin dhe nuk ka ndërgjegjësim. Edhe unë do mundohem të bëhem si ky që e vendos se nuk mundohet se është pjesë karakteriale, nuk është se i imponojnë qytetarët. Po them që në mendësi thua ore, po ky plera është më i mirë se unë. Ky shtet pler që lejon këtë plerën ja kanë fajin unë. Ky shtet pler që këtë amniston dhe mua më burgos ja kanë fajin unë. Tani vërtet një njeri që një dikush vjedh ose s'vjedh valla. Nuk o i ajdut ose i ajdut. Nëse ke turp, nuk po është dot ajdut. Ka ca njerëz që s'kan turp edhe bëhen ajdut. Është çështje karakteriale. Nuk po kur shef një ajdut që nuk dënohet dhe të kapin ty për shembull ku dëgjon për se s'ke bër ku dëgjon, nuk e deklaru nuk e pagu sigurimet. Dhe ky tjetri që ka një kompani me biznes i madh me 100.000 punëtor dhe mishe ke ull taksa ti letësira e ba me bum, po ja merë ku do ti, s'ke mundësia s'ti shkosh zyrë, po s'la ai, thua, po ti ky 120.000 lekë që im që t'ja pun ty në muj, ky bërë ty që të mblokosh llogarit, kurse ai punon lirshëm. Pra politika shtetërore këtu është të godasim biznesin privat, aty njerëzve që e kanë ngritur me mund edhe me shpirt dhe me djers me parat e kursimet e veta, dhe lehtësojmë kriminalët, lehtësojmë bandat, lehtësojmë këto bizneset, grupet e interesit. Grupet që janë grupe interesit klient qeverisë, edhe prandaj ç'bëhet ky vend. Edhe do e mbyllësh. Të dashur miq, duke falendëruar secilin prej jush, bëni subscribe, regjistroni kanalin tonë, shpërndani diasporët tek miqtë tuaj, nga unë dhe Anri Bala, mirupafshim dhe natën e mirë. Mirupafshim.